Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, do të jemi së bashku në vijim. Gjatë orëve të pasdites ka pasur një sër zhvillimesh të rëndësishme që lidhen me rajonin. Së fundmi, vetëm para pak minutash, si një zhvillim i fundit, ka qenë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, që ka njoftuar se Siria nje Kosovën. Me mbështetjen e lartësisë së tij mbretërore princit kurorës Arabisë Saudite Muhamed bin Salman Al Saud, sot në Riyadh arritëm marrëveshje nëpërmjet së cilës Republika Arabe e Sirisë njeh Republikën e Kosovës. Falenderoj presidentin Al Shara për vendimin për njohjet Kosovës si dhe për mbështetjen e tij për popullin ton. Populli i Kosovës dhe i Sirisë kanë vuajtur dhe kanë sakrifikuar shumë për të arritur lirinë. Prandaj kjo njohje ndërsjell sot nuk është vetëm e sovranit shtetëror, por edhe njohje sakrificës së shumë brezave për të jetuar të lirë. Falenderoj princin e kurorës Mbretërisë Arabisë Saudite që e bëri të mundur këtë akt historik ndërmjet dy shteteve tona. Tani Kosova njihet nga 120 shtete. Republika jon po ecë përpara dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë, përfundon kështu njoftimin e saj presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ne do të qëndrojmë tek dy prej zhvillimeve më intensive, po themi, të këtyre ditëve në rajon. Pa diskutim do të ndalemi dhe tek protestat në Serbi, po do të hapim tek zhvillimin që lidhet me Milorad Dodi. Kam kënaqësi të ftoj në këtë komunikim të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Drizan, përshëndes, mirë se erdhe në Ballkan Update. Kënaqësi si gjithmonë biseda me ty. Me mbrëma përshëndetje për ju dhe për audiencën e juaj, kënaqësi të rikthem në ABS. Po, në fakt kemi disa kohë pa u dëgjuar, po ja zhvillimi Dodik dhe gjithë çfarë po ndodh në Serbi na rikthen së bashku. Milorad Dodik, një politikan kontrovers serb i Bosnjës, tashmë është hequr nga lista e zezë e sanksioneve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Duhet themi që sinjalet për këtë lëvizje kishin ardhur ditë më parë, pasi 4 prej bashkëpunëtorëve të tij ishin hequr ndërkohë sanksionet po nga thesari i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe nga krahu tjetër vetë Dodik kishte paralajmëruar tërheqjen nga politika, pra hoqi dorë dhe nga posti i tij si president i Republikës Srpska. Kemi të bëjmë këtu me një marrëveshje mes SBA-ve dhe Dodik për një të ardhme ndryshe Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës, si e sheti? Tani më ne do duhet të kthehemi në thelbin e krijimit të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës. Pra mos harrojmë një element faktik. Pra marrëveshja e Daytonit ishte pikërisht në territorin amerikan dhe amerikanët në atë kohë ishin përgjegjës kryesisht që të implementohet marrëveshja e Daytonit dhe çdo kush në çfarëdo kohë, në çfarëdo formati kohor, si ka pranë ndesh me marrëveshjen e Daytonit, ka pësuar sanksione dhe veprime konkrete nga administrata e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në këtë rast, ne kemi parë gjatë këtyre 2 vitet të fundit një paralerizim të skajshëm të Dodikut me deklarime kontroverse, madje duke u konfrontuar drejt me përfaqësuesin special nga Bashkimi Evropian, i cili ndër të tjerë ka potencuar që do ta shkëputësë me një referendum pjesën e të nëntësisë territoriale të Republikës Srpske, do të bashkohet Serbisë, dhe gjitha këto deklarime, ky polarizim në kohë të caktuar është parë me një sy skeptik, me një sy kritik nga ana e administratës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të cilët e kanë vendosur në listën e zezë, jo vetëm atë, po edhe familjarët e tij, duke ja bllokuar madje edhe sistemin financiar të tij në sistemet bankare të ndryshme. Si pasojë ndryshimit të këtij diskursi, sepse kemi pas një ndryshim të diskursit i cili ka pësuar para 5 muajve, ku do diku duke parë një shkëputje të ndikimit rus në konceptin e zhvillimeve ballkanike me impakt evropian, duke parë një kthim shpine të Dumës zyrtare të Moskës në drejtim të precizimit të pozicionit të Dodikut në një konflikt të mundshëm mes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe atij në personal, e ka parë që Serbia nuk mund ta llogarisë të për ta mbështetur në rast se do të përshkallëzohen gjonat. Njëkohësisht e ka parë dhe ka vërtetë Dodiku si politika e mbrëmshme në kuadër të një rrugtimi që tani në Bosnjë-Hercegovina e ka para vetes. Do duhet që të jetë i ndëgjueshëm, do duhet që të përmbahet dhe në sa i përket deklarimeve të tija kundrejt deklaratës apo marrëveshjes së Daytonit. Gjitha këto e vinë në situatë të qartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur vëmendjen dhe përqendrimin të qartë në drejtim të Dodikut, duke e
treguar vendin e tij brenda sistemit politik, juridik të Bosnjë-Hercegovinës, ai duhet ta zbatoj legjislacionin dhe të akceptoj vendimet gjyqësore që vinë në detyrim të tij. Pra, kjo është një fitore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një fitore e cila ka një mesazh brapa së cilës qëndron efekti që Rusia nuk ka më substancë të saj brenda strukturave politike udhëheqëse të Ballkanit Perëndimor dhe një gjë e tillë që i ka ndodhur Dodikut me masat e ashpërta të rrepta dhe me pastaj hekja nga lista e zezë, një gjë e tillë, një politikë e tillë agresive tani më është në drejtim të Aleksandar Vučić, i cili do duhej që të vazhdoj të lëvizë e jo ta mbaj Serbinë në një konstelacion të një neutralitetit afër me Rusinë e mbështetur nga Kina, larg nga BE-ja përmes thithjes së fondeve të saj të fundit. Pra gjitha këto kontura gjeopolitike me impakt gjeostrategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës tani më kanë marrur vendimin e formës së prerë që vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë para vetes një rrugtim në integrimin euroatlantike, do duhej që të rikthehen dialogut, vëmendjes dhe përqendrimit dhe qëndrimit të zbatueshmërisë së politikave progresive perëndimore ose për ndryshe do të pësojnë keq nga administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tani, pyetja që shtrohet është cila është e ardhmja politike e Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës në fund të nëntorit, me 23 nëntor, aty do të mbahen zgjedhje të reja. Si mendon se do të ndikojë kjo lëvizje, ky mesazh që dha Washingtoni, që dhanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe a është, po themi, kjo një tërheqje përfundimtare e Dodik, apo ai do të tentojë sërish të kthehet në jetën politike aty? Ne nuk të duhet të harrojmë një fakt, djali i Milorad Dodik tani më ka marrë një pozicion të rëndësishëm në kuadër të sistemit politik edhe të partisë së tij, pra një pozitë e cila de facto nuk ka ekzistuar deri më tani. Pra është në një rol të një shefit të operativës së subjektit politik, të cilës Dodik e ka mbajtur të gjallë dhe e ka frymëzuar me elemente nacionaliste serbe-ruse në konturat të caktuara kohë që kanë paraqitur kokëdhëmbje për faktorën perëndimor. Dhe kjo pozitë e djalit të tij brenda sistemit politik dhe të Republikës Srpska është një mesazh i treguar se Dodik do të tërhiqet nga skena politike në formatin që kemi parë deri më tani, por që trashëgimia do t'i bartë djalit të tij. Dhe kjo trashëgimi e vjen në një situatë bukur shumë të dyshimt. Pozicionet dhe zhvillimet brenda Republikës Srpska, mos harrojmë zonja Hoxha, çështjet janë të sakta sa i përket asaj që a do ta zbatojë politikën perëndimore evropiane dhe amerikane, djali i Dodikut në kuadër të konceptit politik të Partisë së Republikës Srpska, apo do ta ndryshojë diskursin duke u parafruar më shumë drejt kuloareve të faktorit perëndimor duke shkëputur nga ndikimi i Beogradit zyrtar. Por gjitha këto mbetën për të analizuar nga zhvillimet që mund të karakterizojnë gjatë javëve në vijim, por çka është kruciale mbetet asaj që Republika Srpska do duhej që ta krijojë dhe ta forcojë më tutje një koncept i cili rrjedh nga marrëveshja e Daytonit, komunikimi, koordinimi, bashkëpunimi me pjesën federale, dhe njëkohësisht në një të ardhme e cila mund vije pas viteve të 2030-s, kemi një rishikim dhe një rishurtim të konceptit kushtetues të marrëveshjes së Daytonit, sepse për qytetarët e Tiranës çështjet konceptuale kushtetueshmërisë brenda Republikës Federale të Bosnjës janë shumë komplekse, ku kemi dy entitete, kemi dy distrikte të cilat de facto kanë një status special, njëkohësisht brenda konceptit të distriktit të Republikës Srpska, çështjet e elementeve politike, pluralizmit politik është i cunguar në aspektin e entitetit të pjesës federale, pra pjesës është shumë komplekse ku dihet si minoriteti kroat në asnjërin nga këto konceptualizimet të kushtetueshmërisë si derivat i marrëveshjes së Daytonit nuk janë të forcuar dhe ne dimi se pjesa e mbështetjes të qeverisë zyrtare të Zagrebit në drejtim të
mbështetësve të qytetarëve kroat në Bosnjë, tani më është në një fazë që do duhet që padyshim të ketë një ndryshim të kësaj marrëveshje që do të barazojmë dhe balancoj veprimet e entiteteve brenda konceptit kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës. Dua shumë të marrë një mendim edhe për atë se çfarë po ndodh në Serbi. Duket se presidenti serb Aleksandar Vučić është friksuar nga paralajmërimet nga organizimet paraprake që po bëhen për vjetorin e tragjedisë së Novi Sad që i mori jetën 16 personave. Çfarë do të ndodh me pushtetin, me drejtimin e vendit nga Aleksandar Vučić? Nëse me lejo, do e bëjnë një përmbledhje të shkurtër, sepse do duhet ne ta shohim ndryshimin dhe evaluimin në gjithë kësaj ngjarje. Pra, një ngjarje e cila është parashitur dhe është ofruar audiencës së gjerë me publikun në Serbi, si një incident teknik si pasojë e kompanive kineze që kanë intervenuar në pjesën e çatisë stacionit të trenave në Novi Sad, por që në fakt, në qoftë se i referohemi edhe audio-ngjizimeve, video-ngjizimeve dhe fotografive të ishin bërë më një pas ngjarjes, makabre vrehet qarta dhe intervenim i palës së tretë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një sabotazh të bërë nga strukturat inteligjente të cilët kanë vepruar në bashkërendim të ngushtë me strukturat shtetërore të Beogradit zyrtare. Pse e themi një gjë të tillë? Sepse prerja e pjesës e betonit dhe pjesës e çelikut apo fijeve të armaturës të cilat ishin të vendosur në pjesën e konstruksionit vrehet qarta dhe intervenim i elementeve eksplozive të cilat ishin përdorur pikërisht për të krijuar një prerje të tillë dhe për ta minimizuar të anësishëm pjesën e konceptit të çatisë. Ku dihet që kompanitë kineze tani më kanë një territor të saj të shtrihen brenda sistemit financiar ekonomik të Serbisë, dhe si përpasoj, sipas gjitha gjastave, tani më është parë leva e interesit të Beogradit zyrtar në njërin anë, për të sabotuar kompanitë kineze brenda sistemit politik ekonomik financiar. Në dy, për ta krijuar një situatë të tillë e cila në qoftë se referohemi retrospektive të ndryshimeve dhe kërkesave që kanë ardhur edhe nga pjesa e Beogradit, nga pjesa e Moskës, që Beogradi të fillojë një luftë të kontrolluar brenda territorit Ballkanit për ndihmos si kërkesën mbështetjes të matutjeshme që ka bërë Rusia ndaj Serbisë. Dhe njëkohësisht ne kemi parë një situatë e cila ishte pikërisht si pasojë e parafrimit të Serbisë me pjesën e Francës dhe Gjermanisë e përket pjesë të mineraleve dhe njëkohësisht për ta shkoqitur elementin kinez brenda konceptit strategjik. Gjitha këto e kanë vënë në situatë të palakmueshëm apo në një situatë të bukur shumë komplekse dhe një Russian roulette, pra të një lufte e cila de facto i gjasa më shumë një lufte të hekur të shërbimeve të cilat de facto kanë pru një situatë të tillë ku tani më protestat në pjesën e Beogradit janë të sponsorizuara në pjesë më të madhe nga vetë strukturat inteligjente të Serbisë që i kanë lidhje të saja me Moskën zyrtare për ta shtyer Aleksandar Vučić që ta mbështes politikën e Moskës në drejtim të krijimit të destabilizimit të brendshëm dhe rikthimit që është kryesore, rikthimit të individëve si Aleksandar Vulinit në sistemin udhëheqës politik të Beogradit dhe kështu Rusia të ketë një kontroll më të tëshëm. Në anën tjetër, Serbia duke parë gjitha këto lojra të shërbimit inteligjente ka filluar që ta atakojë Shqipërinë, Kosovën dhe Kroacinë duke i paraqitur në opinionin publik se janë shtete që sponsorizojnë aktivitetin e shërbimeve inteligjente brenda sistemit politik udhëheqës të Beogradit për të nxitur protesta dhe për të kërkuar largimin e Aleksandar Vučić nga pushteti, që një gjë e tillë de facto është argumentuar se nuk qëndron. Edhe këtu lëvizja në shumë drejtime. Drizan, të falenderoj shumë për kohën edhe pse biseda me ty do duhet që të ketë më tepër minuta në dispozicion, po jam e sigur që do të na nderosh përsëri në një tjetër komunikim. Gjithatë mira, falenderoj. Në fakt, një tjetër protest paralajmërohet në Strasburg nga organizata e veteranëve të luftës, kjo në mbështetje të krerëve të UÇK-s. Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të protestojnë më 16 nëntor para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Kryetari OVL UÇK Hysni Gucati në konferencë për mediat tha se do të protestojnë për të kërkuar drejtësi
dhe për t'ia përkujtuar institucioneve europiane se kanë themeluar një gjykatë etnike mbi gënjeshtrat e ish senatorit zviceran Dick Marty. Gucati bëri thirrje për pjesëmarrje edhe të mërgatës shqiptare në këtë protestë, ndërsa tha se dua dërgojnë nga një letër të gjithë anëtarëve të parlamentit të KS për t'u dëshmuar padrejtësinë e gjykatës speciale ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s, të cilët gati prej 5 vitesh po mbahen në Hag në akuzën për krime lufte. Arsyeja pse është zgjedhur ky vend, besoj edhe dini, se pikërisht mund këtë vend në Francë, në qytetin Strasburg, në Këshillin e Parlamentit të Evropës është marrë vendim për një gjykatë e padrejtë që është bërë ndaj neve, ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është formuar një gjykatë e një etnie, do të thotë vetëm shqiptarët dhe vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës i përndjek. Paraprakisht, veteranët kanë mbajtur protesta në Prishtinë, Hag dhe Tiranë, ndërsa kur u pyet për mundësinë e organizimit të një proteste në Shkup, Gucati tha se për momentin e njëjta nuk do të mbahet për shkak të situatës politike atje. Ndërkaq, ritheksoi se nuk po planifikojnë të organizojnë protestë as në luginën e Preshevës. Krahas kësaj, Gucati theksoi se dëshmia e ish generalit amerikan Wesley Clark në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag do të jetë një bombë për gjykatën speciale. Në fund, ngërçi politik në Kosovë duket se po prek drejt për drejt dhe çështjet e ekonomisë atë të buxhetit shtetit për 2026. Koha për të miratuar buxhetin e vitit të ardhshëm në Kuvendin e Kosovës po mbaron. Qeveria në detyrë ka afat ligjor deri më 31 tetor për ta dërguar në Kuvend propozimin e saj për buxhetin 2026. Bazuar në ligjin për ekzekutivin, qeveria në dorëheqje ose ajo në detyrë nuk ka të drejtë propozoj ligje, por ndalesa nuk vlen për buxhetin. Papërgjegjshmëria institucionale nuk ka prekur ndërgjegjen as kryeministrit në detyrë Albin Kurti, as ministrit financave Kuran Murati, që ka për detyrë ta dorëzoj draftin në parlament. Përgjigje për këtë nuk ka dhënë as ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla. Bazuar në procedurë, buxheti duhet kalojë në disa komisione funksionale të Kuvendit, cilat ende nuk janë formuar. Alarmi i vendit në prag të një kolapsi ekonomik është rritur pasi Albin Kurti dështoi të dielën siguroj votat për qeverinë e re, ndërsa opozita ka kërkuar të shkohet direkt në zgjedhje. Nga presidenca ka qenë këshilltari i Osmanit Bekim Kupina, i cili ka deklaruar publikisht se do t'i bëjë thirrje partive politike për kompromis në këtë pikë. Presidenti Osmani, konsultat që do të zhvillojë me partitë politike, do të theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit për 2026, si dhe miratimin e planit të rritjes, si akte të domosdoshme për stabilitetin institucional dhe funksionimin e shtetit, por ndërkohë presidenti e vendit ndodhet jashtë Kosovës, ashtu si Albin Kurti. Edhe 21 organizata shoqërisë civile janë drejtuar presidentes Osmani, nga e cila kanë kërkuar ndërmjetësim mes partive politike për të shmangur krizën buxhetore. Kuvendi aktual ka edhe mundësinë që të paktën të votojë një zgjatje të buxhetit aktual deri në fund të muajit mars 2026. Në mungesë të miratimit të buxhetit të ri, Komisioni Parlamentar për Buxhet ka të drejtë të autorizojë shpenzimet për 3 muajt e parë të vitit, konform projeksioneve të buxhetit vitit mëparshëm. Dështimi për formimin e qeverisë së re ka nxitur shqetësime për funksionimin e shtetit në 2026. Mos miratimi i buxhetit mund të çojë në pezullim të pagesave publike dhe të investimeve kapitale. Jemi në fund të Balkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ABC News vetëm pas pak Sport Center me kolegun Ertan Prifti. Faleminderit për vëmendjen.